Do të jetë një ditë shumë impenjative, pasi mendoj se shumë prej besimtarëve do të kalojnë dhe natën sot këtu, madje edhe ne gazetarët pikërisht për mënyrën e organizimit, pasi nesër në mëngjes do jetë shumë e vështirë të hysh në Vatikan, në muret rrethuese, pikërisht nga fluksi dhe nga rregullat e larta të sigurisë, pasi nesër do të aktivizohen dhe ato kontrollet me metal detektor, kontrollin e çantave, kontrollin e trupit, të paktën kështu ka ndodhur në të gjitha herët e tjera që kanë ndodhur evente të tilla kaq madhore, dhe shumë besimtar, po mendoj edhe operator, gazetar. Por edhe lider, shumë të vendeve të ndryshme të botës pritet që të jenë atje gjatë këtyre ditëve. Presim që të vinë prej sotëm, pasi ceremonia nesër nis në ora 10 mëngjesit dhe protokolli kërkon që ata të jenë rreth një orë përpara në Serinë e Shenjta, në Bazilikën e Shën Pietrës, që do thotë se shumë lider mondial, botror, pra mund të vinë që prej ditës së sotme pritet të vinë në Rom.